Direkte, kam në linjë të drejt për drejt edhe kryeshefin ekzekutiv të kompanisë pastrimi Petrit Reqica. Petrit, mirëmëngjesi, faleminderit për kohën. Mirëmëngjesi, Orta. Si po ju shkojnë punët andej nga pastrimi? Po, Kohëve të fundit. to janë kohëve të fundit jemi mirë, pavarësisht disa sfidave që na u kanë paraqit këto nga muji korrekt, domethënë me 1 dhe 2 korrekt, për shkak se e patëm një telashe të vogël, ndoshta edhe me sqaru edhe për qytetarët. Me një korrekt, deponia ka bën një ndryshim të orarit. Ne kemi punu 24 orë në 7 ditë javës, derisa deponia ato det ka vendosur me punu deri në ora 12 të mbrëmjes, kështu që ka qenë e pamundun na me kry shërbimin edhe ato 2 ditë keni mujt me pallën qytet i patëm disa telashe ku pat një mbetje kogja të konsiderueshme. Mirë, po me deponinë arritëm një ujdi, të them kështu, gjatë mujve të verës, të paktën deri në shtator, me punu deponia edhe me na u leju qasja deri në ora 2 të mëngjesit. Kjo ka qenë sfida e kohëve të fundit, për ndryshe jemi me një stabilitet të kënaqshëm. Një pjesë të kryeqytetit e kemi pas mas sfiduese për shkak se një operator atje ka përfundu kontratën dhe neve na u ka dosht me rikthy atë pjesë terrenit, edhe normalisht asnjë rikthim nuk është i lehtë, don pak kohë dhe organizim operativ, kështu që po besoj edhe atë pjesë kemi arrit me shti në kontroll dita ditës. Po. Dhe sa i përket kësaj, Petrit realisht ka pasur disa lokacione në kryeqytet, pra të cilat kanë qenë të adresuara, bëhet fjalë për lagjen e spitalit rruga Holger Petersen, në Fushë Kosovë, pastaj për nuk duhet kaloj ende tek Fushë Kosova. Sa i përket këtyre lokacioneve, pra në Prishtinë ka pasur goxha shumë marrën fejz, pra konkretisht ke gjitha ty lagja, pastaj tek Parku i Gërmis, tek Katër Lullat, një problem i vazhdueshëm, pra çka po ndodh, pritet të rregullohen këto, të lehtësohet? Te pjesa e marrën fejzës du me sqaru, sepse edhe vetë deri në 2 të mëngjesit kom qenë edhe vetë në atë pjesë mbram, kom dosh me përcjell vetë, në gjitha zonat ku operon pastrimi, shërbimi është në nivel duhur, mirë po aty kemi një operator tjetër që operon në një pjesë konsiderueshme të rrugës marrën fejza dhe normalisht gjendja ka qenë e keqe. Dhe unë sot qysh tani ko me adresu këtë çështje në komunë, sepse është mirë me ditë edhe qytetarët, fatkeqësisht ne atë pjesë nuk e kemi pas të plot. Ka qenë ndome mes nesh dhe një operatorit privat. Mos atë kemi marrë dhe me gjas, nëse vazhdo me qenë gjendja e njëjtë edhe sot në mbrëmje, ne sigurisht do ta kthejmë atë pjesë dhe nuk do ta lëmë te operatori privat, siç ka qenë gjendja e njëjtë edhe në Dardani. Po besoj keni pas ankesa sepse ka qenë edhe në forma të ndryshme edhe nëpër media, edhe në rrjetet sociale, ka qenë vazhdimsi Dardania në media. Ne me njëherë kemi marrë masat, e kemi kthy në terren ne si kompani, e kemi marrë nga operatori privat, se nuk mund me rreziku me lënë një pamje të tillë qytetit, sidomos lagjet e mëdha siç marrën fejza apo Dardania. Ne kemi me monitoru edhe sot marrën fejzën dhe nëse vazhdon me qenë gjendja që ka qenë mbram, përbes nuk do ta lejojmë, sepse kjo po na dëmton pa kur fa nevojë, sepse operatori privat dihet ai ka plotsu kushtet kur është kontraktuar dhe i njëjti po operon edhe me një komunë tjetër, kështu që nëse ka ai atë komoditetin me operu në 2 komuna, është në rregull, mirë po me lanë një komunë tjetër keq, sepse po operon tash edhe në një komunë tjetër, kjo është shqetësuese. Po, edhe fare në fund, Petrit, pra duhet pyes pak edhe, sepse kemi pasur një lidhje direkte këtu për një ndihmesë vogël që vjen nga komuna e Fushë Kosovës, janë sjell disa kamion pra në ndihmesë të kompanisë pastrimi apo jo? Po, në fakt i kemi 2 situata, i kemi Fushë Kosovën dhe Obilicin, që janë pak a shumë ngjashme, mirë po e kanë një farë dallimi në esencë. Fushë Kosova praktikisht ka marrë me qira disa kamion, ndërsa të gjitha obligimet tjera i mbulojmë ne. E mbulojmë naftën, i mbulojmë punëtorët, domethënë punëtorët tonë e kryjnë shërbimin dhe mbulojmë edhe shpenzimet e deponisë në Bukur të Mloja. Normalisht ne
momentet që na është kërku ndihmë, ne kemi pas nevojë për një mbështetje të tillë, ndoshta jo në formën që e kanë bë, jo në formën që kanë ndodhur, mirë po çdo ndihmë është e mirë se ardhën. Forma nuk e kemi pëlqyer sepse nuk besoj ka qenë nevojshme me u egzageru deri në atë pjesë, për shkak se gjendjet e jashtëzakonshme të shpollura, po them emergjente, sepse të jashtëzakonshme nuk mund të konsiderohen, duhet me ul për shkak me diskutu bashkarisht, me i po ku janë problemet, mirë po në shumicën e rasteve po e shohim që komunat po veprojnë anshëm, po i njekin atë rrugën e tyne, po i politizojnë më shumë se që duhet mbeturinat, janë të panevojshme më politizu, duhet zgjidhje, duhet investime afatgjate, investime kapitale të cilat i zgjidhin problemet për vite të tëra, sepse këto zgjidhjet ad hoc të qasshme nuk na shpin kërkun. Ne mund të kemi një kontratë të tillë ndoshta 6 muaj, mirë po mas 6 muajve prap kemi me qenë në një situatë ndoshta të ngjashme. Njëjtë ka vepruar pak më ndryshe dhe shumë më keq ka vepruar ndoshta komuna e Obiliqit, ta zonë shembull, ata zgjedhin me shku me një ndërmarrje lokale, investojnë në ndërmarrje lokale, marrin punëtor të krema pasrimet dhe me të njëjtët punëtor, me të njëjtin menaxhment që ka qenë në njësinë e Obiliqit, tentojnë me e kry punën edhe organizimin në një ndërmarrje tjetër lokale. Atëherë ku është logjika, kur i kemi komunën aksionare edhe në pastrim, po edhe në Pol Kastrioti. Mirë po, halo ma shqetësuese është mbi çfarë baze operon në Pol Kastrioti, për shkak se ligji nuk lejon dualizëm, sidomos kur komunat apo shteti është aksionar në ato ndërmarrje publike. Dhe ne kemi pas shumë diskutime me kryetarin, kemi diskutu për tjera situata, jo në këtë formë. Në fundit, aksionarët, komunat dhe kryetarët janë aksionar në ndërmarrje dhe ata në fundit nëse vendosin edhe mujnë me mbyll ndërmarrjen krejt, po është vendimi i aksionarëve, jo vendimi i komunave në mënyrë të njëjtshme, kështu që na kanë paraqit disa telashe, kështu që tash na jemi në fazën e sqarimit me po çfarë rrugë kemi me ndjek. Po. Sepse veç një sen orta me sqaru. Që çfarë logjike është përdorur në Obiliq. Ndërmarrja për vite të tëra ka qenë aksionare komuna atje, për vite të tëra ka operuar me bilanc negativ, ka kriju borxhe, ka kriju obligime të tjera dhe veç po shkputemi, po shkojmë në një ndërmarrje tjetër lokale dhe çka ndodh me borxhet, çka ndodh me vendimarrjen dhe aksionarët që janë në kompani. Do të thotë këtu ka detyra të besueshme me ligj edhe për aksionarët edhe për bordin, të cilët deri sot kanë qenë të heshtur ose në nënheshje ose me organizim të përbashkët kanë vendosur me leju situatën kështu që me shku në mënyrë rrshitazi në një ndërmarrje lokale. Dhe obligime dhe borxhe ndër vite nuk i merr përsipër kërkush. Po. Kjo është ajo situata që aktualisht është kriju. Po ju kuptoj. Falenderoj shumë Petrit për kohën, se kemi kaluar minutat në dispozicion, falenderoj shumë për kohën dhe për çdo sqarime që i dhe për ne dhe për shikuesit. Nuk mungu disa ditë, se jam ora pak më shumë. Falenderoj shumë, edhe një çështje për fund ndoshta. Ne kemi një shqetësim serioz kohëve të fundit, edhe pse shërbimi është përmirësuar dukshëm, mirë po qytetarët nuk po i kryjnë obligimet edhe pagesat. Ka probleme edhe me borxhet apo jo? Po patjetër edhe pse shërbimet po kryen